Këtu është horoskopi i shtunë 10 maj 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Shpenzuar shumë keq para. Ndihesh shumë i lodhur. Demi. Ditë e kundërt. Kjo ditë fshet disa kurthe që ka përcehen lehtësisht. Binjaket. Në dashuri po kërkoni një sinjal, një ndjenjë më të sinqertë. Kini kujdes që të mos bëni të njëjtat gabime të së kaluarës. Gaforja. Nëse jeni beqar, mos e humbisni rastin të jeni mes të tjerëve dhe t'i jepni dritën jeshile lajmeve. Nga kujdesi për shtëpinë e deri te rregullimi apo blerja e një mobilje apo pajisjeje të re, ndodh që të jeni aktiv në rregullimin e gjërave në familje. Luani. Ju po rishikoni një situatë në një dritë të re. Një dyshim mund të lindë nëse jeni të dashuruar me një njeri që aktualisht ka një situatë tjetër. Virgjeresha. Nëse mund t'ju jap disa këshilla gjatë kësaj kohe, përpiquni të mos ushqeni mosmarrëveshje me njerëzit përreth jush. Ndiheni më të shqetësuar. Peshorja. Nuk është e lehtë të vësh në rregull çdo gjë që ka hedhur në erë, prandaj ndonjëherë edhe ti e humbisni durimin. Ju jeni për zgjedhje diplomatike, por tani jeni bërë intolerant ndaj gjithçkaje. Akrepi. Ju jeni shumë i trazuar. Sot ka pak lodhje në ajër, agitacion. Shigjetari. Sot do të kesh në dispozicion një përbërës të çmuar të jetës që quhet fantazi, tek i cili mund të mbështetesh shumë. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje jo zyrtare, është normale që dëshironi ta zyrtarizoni. Bricjapi. Është një nga ditët më të mira, kështu që mund të merrni një konfirmim të mirë, ose të arrini një sukses personal që nuk e prisni. Situata e rimëkëmbjes. Mos prishni marrëdhëniet e dashurisë që mund të shpëtohen ose të ringjallen, të favorizohen fillime të reja. Ujori. Dashuria mund të bëhet përsëri protagoniste dhe kështu çifte që e duan vërtet njëri tjetrin mund të mendojnë edhe për të jetuar së bashku ose për t'u martuar. Ju mund të bëni një kërkesë të mirë. Peshqit. Rikthehet një gjendje agitacioni i madh. Në dashuri dikush është larg jush fizikisht apo psikologjikisht. Mos nxitoni në përfundime menjëherë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.